Situata nga reshjet e ditëve të fundit në qarkun e Gjirokastrës është përmirësuar ndjeshëm. Gjatë natës nuk janë regjistruar reshje shiu, ndërsa në pjesën më të madhe të territorit ka patur vetëm prezencë të mjegullës. Nga të gjitha bashkitë e qarkut nuk raportohen problematika ku përjashtim bën bashkia Dropull, ku vijon puna për rikthimin në funksion të plotë të rrugës Glinë-Nepravisht. Akset kryesore kombëtare janë të qarkullueshme, furnizimi me energji elektrike është normal dhe Lumejnd-Vjosaj-Drino mbeten brenda parametrave të tyre. Në bashkinë Dropull vijon puna për sistemimin dhe rikthimin në funksion të plotë të rrugës Glinë-Nepravisht, ku ndërhyrjet janë në fazën përfundimtare. Sipas Drejtorisë Rajonale të Jugut të ARSH-s, të gjitha akset kryesore kombëtare janë të qarkullueshme pa probleme, ndërkohë nga Drejtoria Vendore e Policisë bëhet e ditur se nuk ka raportime për situata problematike në komunitet. Nga OSHE konfirmohet se furnizimi me energji elektrike vijon normalisht në të gjithë qarkun. Autoritetet vendore vijojnë monitorimin në terren për të garantuar reagim në kohë nëse situata ndryshon.